Unë Fatan Peci betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetari i komunës së Mitrovicës, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me përgjegjësi dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që t'i siguroj kushte më të mira për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Mitrovica ky qytet i historisë, krenarisë, rezistencës, vuajtjes, durimit e mosdërzimit dhe ku çdo kaldrëm është i larë me gjak. Këtë vit ka bërë për mua maksimumin e mundshëm, prandaj përgjegjësia për mua është tepër e lartë. Nga sot dera ime është e hapur për secilin pa dallim dhe me e pa protokoll. Do të punoj me ndershmëri, me zemër, me durim e me drejtësi, për me kthy dinjitetin e qytetit të Mitrovicës. S'ju premtoj mrekulli, por ju premtoj punë të ndershme çdo ditë. E nëse bashkë e mbojmë fjalën ky qytet, që është qyteti më i bukur nën këtë qiell, ka me ecë përpara me nder, qetë, sigurt e me kokën lartë. Ashtu se meriton Mitrovica, sikur se e meritojnë qytetarët e këtij vendi. Për këtë na duhet angazhim e përpjekje dhe unë jam i gatshëm të dhom gjithçka nga vetja ime për të arritur këtë objektiv. Na duhet dashni për qytetin, na duhet kujdes, na duhet përkushtim, sepse Mitrovica është jo vetëm qyteti ynë, por është edhe zemra e Kosovës. Le ta fillojmë një kapitull të ri për Mitrovicën, duke ndjerë secili prej nesh peshën e historisë dhe të përgjegjësisë dhe duke pasur në mendje në zemër gjithë ata që kanë dhënë jetën për shqiptarinë, që nga Isa Boletini e deri tek heroi më i ri i Kosovës, Afrim Bunjaku. Na shoh për hajër e na prit e mbara e fat për të.